Shiko, zoti Brau ka, me gjithë se prokurorët, po themi aty janë të ndarë edhe në bazë të seksioneve, pra krimi organizuar dhe korupcioni, zoti Brau ka jetuar nga të dyja drejtimet, po themi. Ai çështjet që kanë ndjekur më kryesore, po themi, apo që kanë atë profilin e lartë, është dosja ndaj kryeprokurorit përgjithshëm Adriatik Llalla, për cilin ka marrë një vendim fajësie nga gjykatat e posaçme. Ka marrë të pandehur, po heton ish ministrin e mbrojtjes së kohës, Fatmir Mediu, për tragjedinë e Gërdecit. Po ashtu ka hetuar disa dosje tjera që kanë të bëjnë me pastrimin e parave, kryesisht të eksponentëve të botës krimit, të cilët kanë operuar jashtë vendit nga zbardhjet e komunikimeve në Sky ECC apo në aplikacionet e tjera të enkriptuara. Ka hetuar dosjen Toyota Yaris, e ndoshta kjo është një ndër çështjet e cila është përkthyer edhe në dosjen më të fortë, po themi, që ky prokuror ka administruar gjatë këtyre 6 viteve në prokurorinë e posaçme për shkak edhe të disa rrethanave të caktuara. Tani po të shikojmë karrierën e zotit Brau, është një karrierë deri diku modeste, pra ai ka rreth 18 vite në sistem, ka nisur punën në prokurorinë e Beratit vitin 2007, për të vijuar dhe në vitin 2012 në këtë prokurori, është transferuar në Vlorë për 3 vite deri në vitin 2015, për një periudhë kohe ka mbajtur edhe postin e zëvendës drejtuese të prokurorisë së Rrethit. Në këtë kohë, së bashku me ish prokurorin Aurel Zarka, zoti Brau dhe zoti Zarka hetojnë dhe marrin pandehur ish kryetarin e Bashkisë së Kohës, Vlorës, zotin Shpëtim Gjika. Më pas zoti Brau transferohet në prokurorinë e krimeve të rënda për 4 vite, kalon vetimun dhe i bashkohet Spakut si pjesë e grupit të parë të prokurorëve që nisën punën, sepse Spaku nisi punë me 8 prokurorë, më pas rrugës ushtuan derisa u plotësua organika me 20 Çfarë dosje të nxehtë ka në dorë, Brau? Tani, për shembull, që tani si drejtuesi Spak mund t'i japi. Po, unë nuk e di tani nëse zoti Brau do t'i mbajë vetë këto dosje apo do t'i shpërndajë. Do të durohet t'i shpërndajë, t'i delegojë, për shkak se tashmë pas 19 dhjetorit do të ketë një agent krejt tjetër me takime e tjera me radhë. Do të bëj një pyetje unë ty. Tu do ta mbaroj këtë se mbaroj se kam dhe një pyetje që më kujtua pak tani, po. 3 janë dosjet, ai mund të ketë shumë, edhe ka dhe shumë, mund numëroj 20, po 3 mendoj unë që janë më kryesorët. Është fraksioni i ndarë për dosjen Toyota Yaris, e cila është edhe një kauzë e opozitës, dhe me drejt opozita kërkon, nëse doni ju edhe kreu i opozitës zoti Berisha, kërkon që të ketë hetime, rezultate edhe për këto të dosje, këtë fraksioni cili është ndarë, është fraksioni ndarë po ashtu për tragjedinë e Gërdecit, i cili po hetohet për vepra shumë të rënda penale, pra është regjistruar për korrupsion, për pastrim parash, e tjerë me radhë, për cilën janë dërguar disa letërporosi në Amerikë, nuk dim çfarë është bërë, a ka folur dikush në Amerikë apo jo, për të zbardhur një herë mirë tragjedinë e Gërdecit, dhe ka dhe dosjen e Eco Park. Është prokurori i cili ka dosjen e Eco Park, tek Gërdeci është me 2 prokurorë në fakt, është edhe me zotin Dumani. Kurse këtu është i vetëm, te Eco Park. Edhe tek Eco Park është me një prokuror tjetër, por nuk më vjen ndërmend tani. Çfarë kërkon opozita te kjo dosje Toyota Yaris se ka pa? M'fal. Po dele thot përgjimet ai, kush ka fol thot këtu kanë liru, kanë bë. Është ne e kemi lexuar dosje, edhe ka aty shumë kode që duket që mund të jenë personazhe të kohës të veshur me pushtet politik apo të institucioneve të caktuara, qoftë të drejtësisë apo agjencive tjera legislatuse. Kështu që Janë hetuar të gjithë. Palem këtu të? Të jetojmë të Spakut, Jo, kam të jap një informacion, janë hetuar të gjithë ata. Ku janë ato? Po pse nuk pushohet? Është pushuar valla, do kanë çu për gjyqje ato që s'duhet Po qoj. jo, pra jo, ka fraksion tjetër, është zyrtare kjo që them, nuk e them. Ku t'ja thu, mu ma thu? Po pra jo, po është zyrtare dhe ka fraksion të Se ndarë. jam pak avokati të 2 fraksioneve, po ne Dakor, po ka, kjo është pak përsiu. Fashi Allah dinë që ti që s'e di gamone, kupton se Hetimet, jo, hetimet vazhdojnë për të, unë mund ta nxjerr tani këtu publikisht. Mund nxjerrë, Që nuk është pushuar, vazhdojnë hetimet. jo, janë marrë pandehur. Ore se janë marrë pandehur, është vetëm kush është marrë pandehur.
Aurel Zarga dhe 3 tjerët që janë kërkim. Kjo është njëra çështje. Po pra tjerët, kush janë tjerët? E dyta kush janë është avokati dhe po tjetër persona Po prapë. nuk është avokati, është ke e para avokati. Jo më xhan është avokati tjetër, kjo e dyta tani. Po le tani mos si. Nese, pse u dalë shumë këtu. Po ndale pra jo desha me kuptu çfarë problemi ka. Po nuk është kështu pra, jo, nuk është kështu. Po si mos e Po nuk është kështu. Do ta verifikojmë tani publicitet. Do ta themi Dëgjoj, se Majani vuri duart në kokë. Ka marrë shumë dosje këto kohë dhe është shkatruar. Ngarkuar shumë, edhe sot i ngarkuar erdhi, po, ka qenë të gjithë punë. E shef që edhe ti i ngarkuar si kjo e ngarkuara me punë. Edhe ti i ngarkuar me punën, Rodrigo, vetë punës. E ka bërë lëmë shto skaj, se ja ka shumë material. Unë i ngarkuar me punë, me këtë punë jetoj. Po ajo korba që e kupton jeton me hallet tona, pika. Një sekondë ta përfundoj Ferhati se ka Ferhati, e di çfarë dua të pyes. Tani kur u zgjodh Dumani para 3 viteve, këtu në studio e kemi komentuar dhe të gjithë thonin që Dumani është një njeri i ndershëm, ka një shtëpi modeste në një zonë, nuk mbaj mend lagjen se ku jetonte, kombinata, po nuk e kujtoj, gjithsesi, që është nga ata që shef vetëm drejt, është i guximshëm, është gati të hetojë edhe familjarët e vet, madje duket vetë ka bërë këtë batutën që edhe veten time po të vi puna, edhe veten time e hetoj. Klodian Brau në raport me këtë, si qëndron, ku qëndron? Ku ndryshon? Në raport me Dumanin, pra, me këto karakteristike që ka patur Dumani, që ne ja kemi vlerësuar. Besoj janë shtëpi në vete, nuk jetojnë me i shtëpi. Në shtëpi me Dumanin jo. Po them, pra, te guximi, te kurajo, te gjithë këto element që ja kemi ngritur në qiell Dumanit atëherë, apo jo? E kemi quajtur shumë të ndershëm. Jeton në një jetë shumë modeste, me një shtëpi modeste. Pavarësisht pasaj akuzave të opozitës, që i nxori shtëpia dhuruar, nuk e di pa. Sa unë pretendoj që e njoh, është natyrë e ftohtë si zoti Dumani. E ftohtë si zoti Dumani. Po, është natyrë e ftohtë. Ka prokurorë që janë më të ngrohtë aty, edhe ndoshta edhe më dashamirës me median e tjerë me radhë. Për shembull, sot më bëri përshtypje që në platformën e tij zoti Brau mendonte që spaku nuk duhet të jetë edhe kaq shumë pompos dhe prezent në media në kuptimin e... 2 herë ka dalë ai, Dumani, mirë keq. Po jo, se kishte këtu mu... Diskutimet mbi spakun. Po jo diskutimet, edhe tek mënyra se si... prezenca në intervista. Po jo, edhe tek mënyra se si qaset qoftë me informacionin publik e tjerë me radhë. Tu ishte ajo që ai donte transmetonte. Diçka që më bëri përshtypje është fakti që zoti Brau tha që unë kontrolloj lokalet në QKB ku shkoj të frekuentoj. Pra, ai shikon kush është pronari, po që person i cili ka probleme ligjore, me precedente të tjerë me radhë, nuk shkon, që tregon që është i kujdesshëm me tjerë me radhë. Por unë thash, nisëm nga natyra dhe me që kam parë, pra, gjatë këtyre 6 viteve, thash që pamjet parë duket nga profili, po themi, dhe dosit që ka hetuar, që do ta ruaj standardin që ka ngritur zoti Dumani. Dhe me që jemi këtu, mendimi im ky po besoj që do të bien gjithë dakord që edhe zgjedhja e zotit Brau në një lloj mënyre apo jo, deri diku është po themi miratuar edhe nga zoti Dumani, sepse dalim tek faktori ndërkombëtar, më bie plotësisht dakord me zotin Iliazaj që për sa kohë ata hedhin miliona aty dhe janë gjithë ditën aty amerikanë. Se Iliazaj tha diçka, ndjeseni se nuk dua të ndërpres gjatë, po Iliazaj tha që në varësi të pyetjes time, pas pyetjes time, ti the që amerikanët e ruajnë spakun edhe nga politika, po tani Amerika ose politika amerikane nuk është politik, se ne e kemi parë që ata nuk është se nuk janë marrë ose s'kan ndërhyrë në politikën lokale këtu tek ne.